Kuvendi nisi sot seancën plenare në orën 10. Kryetaria e Kuvendit, Elisa Spiropali, hapi seancën e sotme duke lexuar pikat e rendit të ditës, ku përfshihen ratifikimi i marrëveshjeve ndërkombëtare deri tek ndryshimet ligjore për buxhetin dhe dokumentacionin personal. Por kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gasmin Bardhi dhe deputetët e Partisë Demokratike Flamur Noka, Ina Zhupa dhe të tjerë debatuan me Spiropalin duke kundërshtuar nisjen e seancës për mungesë kuorumi. Sipas rregullores së Kuvendit dhe të çdo organi kolegjal, nuk mund të fillosh mbledhjen e Kuvendit pa pasur minimumi 70 deputet në sallë. Po si e shpjegoni? Si e shpjegoni Arkendin që merr 25.000 vota? Troplinët, karteli, kaq shumë e thjeshtë. Tani, po ku është ky? Blend Xhabafti këtu. Blend Xhabafti. Ku e keni Blend Xhabaftin? Më kishin thënë që e kishte thënë Flamuri në një studio se Flamuri pas ka futur 500 GPS-e në Zarfa dhe këto GPS-et na pas ngelur në Londër. O Flamur, kjo që thua ti është vepër penale.